Sot në orën 10 është thirrur një tjetër seancë e Kuvendit të Kosovës, por çfarë pritet të ndodh ditën e sotme, kam në lidhje të drejt për drejt kolegun Kosov Gjoci. Kosov, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esmeralda. Tani, sot në orën 10 çfarë bëhet dhe ajo çfarë ndodhi dje, mund të konsiderohet një seancë e parë e ezauruar për zgjedhjen e presidentit, kanë mbetur vetëm 2. Si mund të përcaktohen? Tani, se çfarë do ndodh sot, Esmeralda, besoj që do të varet shumë nga ajo se si do të trajtohet ajo çfarë ndodhi mbrëm. Tani, unë nuk jam ekspert kushtetues as jurist, por me atë sa kam dëgju pra nga ekspertë të kësaj fushë, nga organizatat që monitorojnë, po them, punën e kuvendit, e kanë monitoruar me vite, profesor të kushtetuesës, që të gjithë, dhe me thonë që ajo çfarë ka ndodhur mbrëm është normalisht jo kushtetuese, ose të paktën me pakta nuk mund të llogaritet si një seancë e rregullt në kuptimin e asaj që gjithmonë duke pas parasysh arsyen pse është thirrur, sepse nuk mund të vazhdohet me votim në momentin kur ju në raundin e parë dhe të dytë nuk ka quorum momental, po them. Sepse tani po diskutohen edhe këto, po them, vrimat e mundshme të gjithë asaj çfarë mund ndodh, se disa deputet mund të hyjnë, mund dalin brenda atij afatit derisa votohet, që edhe mund të jetë e mundshme, por sido që të qoftë, ajo çfarë pam ne mbrëm, në fund të votimit edhe numërimit të votave, i bie që në sallë nuk kanë qenë të pranishëm 80 deputet, siç edhe kërkohet që të jetë në 2 raundet e para, dhe rrjedhimisht i bie që nuk është konsumuar fare, po them as raundi i parë, sepse nuk mund të konsumohet raundi i parë përderisa ka mungesë quorumi, pra nuk ka si të kalohet tek votimi derisa nuk votohet fillimisht për prezencë të numrit të mjaftueshëm të deputetëve në këtë seancë, në mënyrë që pastaj të shkohet tek, le të themi, pjesa e dytë e procesit që është votimi, apo eventualisht këtë rast zgjedhja e komisionit dhe më pas votimi. Kështu që nëse duan që ti trajtojnë si duhet, pra po them gjithmonë duke u bazuar në ato çfarë është thënë nga ekspert, nga njerëz të kësaj fushë, atëherë i bie që sot në orën 10 gjithçka duhet nisë nga fillimi. Pra që të filloj përsëri të votohet për pjesëmarrje dhe në rast se janë të pranishëm 80 deputet plus, atëherë mund të shkohet me procese të tjera, pra zgjedhjen e komisionit dhe pastaj edhe votimin. Në rast se nuk ndodh kështu, atëherë i bie që ajo çfarë është duke bërë lëvizjave të vendosje me partnerët e saj, thjesht është duke u munduar që gjithë këtë proces ta, po them, me shkelje kushtetuese ose mos respektim të rregullave, se s'po them që është direkt shkelje kushtetuese sepse nuk e di çfarë cili do të ishte vendimi kushtetueses në një rast të tillë, por gjithmonë duke pas parasysh edhe praktikat e mëshme dhe ato çfarë thuhet në Kushtetutën e Kosovës, në gjykimet në rastin e Pacollit, pastaj në 2 rastet e fundit, në 2 vitet e fundit që kanë dalë, atëherë i bie pra që të jetë ashtu. Kështu që nëse respektohet këto vendime, atëherë i bie që e gjithë kjo kthehet nga fillimi. Në rast se shkohet tutje me raundin e dytë, atëherë i bie që po vazhdohet mos respektimi i rregullave, i ligjeve, i kushtetutës. Kjo betet e shihet se çfarë do ndodh sot në orën 10 në seancë, nëse gjithçka do të nisë nga e para apo do të vazhdohet aty ku ngeli, sepse prapë po them, ajo çfarë është goxha e qartë Esmeralda është se nuk mund të konsumohet asnjë raund, të paktën i pari dhe i dyti sidomos, derisa nuk janë të pranishëm 80 deputet në sallë. Dhe këtu përfundon gjithçka, nuk është se kemi çfarë të shtojmë këtu. Tani ne mund të diskutojmë rreth asaj nëse deputetët e kanë të detyrueshme që të marrin pjesë në seancë, edhe kjo deri diku është e sqaruar në disa vendime, është vërtet që deputetët kanë obligim që të jenë aty të votojnë pro, kundër ose të abstenojnë, por në anën tjetër po ashtu, domethënë mandati i deputetit është vullnet i lirë, nuk është se bojkoti seancave, mos pjesëmarrja është ndaluar, është formë protestës, e cila i lejohet në raste të caktuara. Tani ne mund të
futemi në analiza se a do duhet mungonin deputetët në këtë rast, cili ka qenë qëllimi i tyre, të tjera dhe tjera. Kjo mbetet të shihet nëse do të Kjo është tjetër gjë, ne po flasim nga pikpamja ligjore, se tani... Por,